Sa herë që hapet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin ndonjë iniciativë, ndonjë guxim ose duan të realizojnë ndonjë plan në mbështetje të popullit shqiptar, menjëherë do dalin probleme të tjera në botë, të cilat praktikisht edhe drejtojnë vëmendjen, tërheqin vëmendjen nga Shqipëria dhe çojnë gjetiu. Por ne kemi bazën amerikane në Bonsfield në Kosovë, kemi dhe Kuqovën që kanë amerikanët dhe komandojnë ata. Ndonjë rrezik për neve aktualisht nuk ka nga ajo luftë, ajo është një luftë që takon pjesëmarrësin të qoftë Izraelit, qoftë Iranit. Amerika ka politikën e saj, për ne Amerika është shteti i mbrojtjes, shteti që na mbron dhe na ruan nga çdo lloj agresioni huaj. Ajo që kam unë problem gjithnjë, dhe sa herë që kemi folur bashkë kam shtruar për zgjidhje, është zhdukja e kësaj klase politike tradhtare antikombëtare shqiptare. Po kjo klasë politike i bie që qëndroj dhe case, se ka i mendjen që të merret me ne. Jo të tëra strukturat e shtetit amerikan janë marrë me luftën në Iran, për arsye sepse ajo është një çështje që i takon Ministrisë Mbrojtjes amerikane, forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara, ndërsa problemi i takon Departamentit të Shtetit dhe Shtetit Amerikan që të vërë pikat mbi dhe të pastrojë politikën shqiptare nga komunistët, nga bolshevikët. Pra linja me Shqipërinë, por edhe vendet tjera vazhdon. Vazhdon normal dhe ato që janë planifikuar, mendoj dhe besoj që do zbatohen. Avokat Verën, përpara shtatorit që Rama po përgatit kabinetin e ri 4, ju çfarë prisni? Jo, para punës njerë Rama të mos prefi dhëmbët, sepse nuk do përgatisi do atë kabinetin e 4, sepse akoma Ramës nuk e njihen zgjedhjet. Rama ka mashtruar. Për ditë po i nxjerrin se është partia bolshevike e punës e Shqipërisë që është ndarë në dy pjesë dhe të dy palët, qoftë PD-ja, qoftë PS-ja, grinden me njëri tjetër se kanë vjedhur votat e njëri tjetrit. Imagjino se me çfarë rrugaçësh kemi të bëjmë ne dhe me çfarë bastardësh po qeverisim neve. Kështu që Amerika do t'u japë vendin e merituar të dyve këtyre. Jo vetëm që nuk do të njihen zgjedhjet, por siç të kam thënë dhe të tjera, siç e kemi vënë në dieni publiku dhe siç është njohur publiku, është formuar dhe është prezantuar qeveria teknike shqiptare, e cila shumë shpejt do marrë dhe selinë e saj, do ketë selinë e saj në Tiranë dhe përpasoj do ndryshohet kushtetuta, do përgatitet vendi për zgjedhje, do ndryshohet sistemi politik, do bëjnë disa gjëra që janë në interes tonë dhe kundër interesave të bolshevikëve shqiptar. Për të vajtur tek SPAK-u, avokat, kemi disa emra që janë lakuar në media, Benet Beci, që sipas dokumenti është marrë i pandehur. Në media u lakua emri Mazniku, që mund të ishte ai ministri në hetim nga SPAK-u, që SPAK-u e publikoi tek libri Transparencës që po hetoi një ministër dhe sipas mediave mund të ishte ai. Bastisja e zyrave të tërmetit. Ju shpesh herë në gjitha bisedat keni përmendur Ballukun. Ndërkohë që Ergyll Sagasi pak ditë më parë doli lajmi që pat një kontroll, por nuk pat gjë më tej. Kë prisi nga këta që mundet të shkojë hetimi më tej? Për mua, të tërëve këtyre do të shkojë hetimi deri në fund, pa përjashtim. E përfundove bisedën fjalën tënde tek Agaci, më dëgjoni mua. SPAK-u nuk guxon më tani, se ai që i dekonspironte veprimet e SPAK-ut, Arben Kraja, u shkarkua në pozicioni që kishë. Nuk e di ku do të çojnë, po me sa dëgjojmë, me sa shikojmë nga të dhënat që kemi neve, do shkoj dhe ai për ndjekje penale bashkë me një 3-4 të tjerë që janë atje në SPAK dhe që i shërbejnë deri tani Edi Ramës personalisht. I shërbejnë Edi Ramës, politikës e Edi Ramës dhe qëndrimit të tij në fuqinë në Shqipëri. Kështu që
ato dosje që kanë filluar dhe të tjera që janë përfunduar dhe ka shkuar ato fashikujt i ka në dorë Spaku, do t'ja japin gjykatës kundër korrupsionit dhe do gjykohen, do shkojnë të pandehur. Pra, duket sikur në 5 muajt e fundit para mbarimit mandatit Dumani gjeti problemin. Dëgjoj, Dumani ose cili do Duman tjetër që tjetë atje do zbatoj atë detyrë që ka marrë nga populli shqiptar dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e kanë ngritur ato strukturë dhe që e paguajnë ato strukturë dhe këta janë kaq të pa fytyrë dhe kaq të paqen janë këta bolshevikët shqiptarë sa nëpërmjet patronazhistëve të tyre thonë që Spaku jo e paguar shteti shqiptar, është lektrimer nga buxheti i shtetit e tjera. Pse i thonë këto? I thonë këto që të justifikojnë tradhtin që bëri Arben Kraja me disa të tjerë duke dekonspiruar veprimet e Spakut. Jo zotëri, Spakun e kanë ngritur e paguajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta marrin vesh të gjithë patronazistët e Diramës. Se ju më larg se mbrëm kam debatuar me një këtu në lagje se më thosh mua është e pamundur ajo është strukturë shqiptare dhe do komandohet nga shteti shqiptar. I thash jo zotëri, ajo është një strukturë e ngritur në 2016 për të shërbyer rivendosjes së drejtësisë dhe për të luftuar korrupsionin në gen, në themel. Dhe lufta kundër korrupsionit në themel ka filluar dhe dokumentat janë bërë. Thjesht këta përpiqen tani me çdo kusht dhe me çdo mjet të mbajnë pushtetin, por gjithkohësisht edhe duke, më fal, po do përdor një llaf pak jo të lehtë, duke lehur patronazistët e tyre lart e poshtë se e kemi ne drejtësinë në dorë. Jo, Spaku dhe Byroja Kombëtare e Hetimit komandohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe paguhen nga ata. Do me thënë, ata që kanë sjellë lekët, kanë sjellë listën, mendoni ju? Pa diskutim. Pa diskutim. Lista, më fal, për cilën listë kishit fjalën ju se që ndajnë gjëra? Për ata për të goditur, se ata që stonë lekët kanë sjellë dosjet e listën kush do goditet. Po, çfarë lek kanë sjellë ata, se kuptova? Jo, e kam fjalën që ata që e kanë ngritur këtë strukturë. Atëherë kanë emër. Po. Kanë emër, ti zgudzon ta thuash emrin, po do e them. Atë strukturë kanë ngritur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata e paguajnë, ata e kanë instruktuar, ata e kanë marrë atje dhe u kanë dhënë instruksionet e posaçme, atje kanë mbajtur dhe kanë firmosur për detyrat e tyre që t'i kryejnë në bazë të ligjit shqiptar, se nuk u kërkohet të zbatojnë ligjet amerikane. U kërkohet të zbatojnë ligjet shqiptare, kodin penal shqiptar, të zbatojnë dhe të çojnë hajdutët dhe kriminalët në gjykat. Dosje për këta tanë kanë sjellë ata të huajt, mendoni avokat, ku i kanë çuar lekët, ku i kanë pronat, ku kanë investuar, se Shqipëria është e varfër, lekët ku ikën? Hetime janë bërë, zbulime janë bërë, nëpër banka nga të dhënat që disponoj unë u janë sekuestruar, parat u janë bllokuar kudo që i kanë pasur në botë. Sepse Byroja Kombëtare të Hetimit dhe FBI-s amerikane nuk i shpëtojnë dot këta mostra që na qeverisin neve. Sa do të mençur që të jenë. Po këta kanë gjetur një popull që flë gjumë, një popull që do ta them shpirti im e di se si e them, po një popull i vdekur e pambuluar, një popull që s'kërkon asgjë, flë dhe nuk kupton se ç'po i bëhet rreth rrotull. Një popull që e gjeti si gomanin që po e shkyen te ujku dhe thoshte inshallah jam në ëndër. Ka 80 vjet që s'ka kundërshtuar një herë bolshevizmin në Shqipëri, populli shqiptar. Pak të shqyr ta vinë në Amerikë dhe na çlirohen për tyre, për këto oktapodhi vegan të jashtëzakonshëm që ka mbërthyer popullin dhe mendjen dhe shpirtrat dhe banesat e kombit shqiptar. Avokat, dy nga dosjet më nxehta janë Meta edhe Veliaj. Meta u fol në media që Spaku ka zbuluar një kartë që e ka përdorur bashkë me kryemallin. Meta tha që nuk mbaj përgjegjësi për asnjë, as për fëmijët. Mund ta kenë. Mendoni që e shiti Monikën këtu apo jo? Të dini një gjë. As Monika, as Meta dhe asnjë nuk thot të vërtetën për çfarë kanë bërë e si kanë bërë. Këto janë qoftë që krima që u japin medias për të bërë propagandë, për të shpëtuar vetën e tyre për të thënë që ne jemi të pafajshëm. Ato t'i lënë ata.
dhe asë mos u shkojnë në mend se do t'ja hedhin amerikanëve. Asë mos u shkojnë në përmend se do dalin pa lagur. Absolutisht jo. Ata kanë vjedhur zotëri. Pse shkoni tutje? A nuk ishte Monika Kryemadi që në emision që televizioni Agon me atë gazetaren që kishte intervistuar Monika Kryemadi që tha kam 11 tualete në vilën në Lals, edhe kishte tualet dhe për Sashën, për Maçin. Nuk na thot Monika, ku I ka gjetur ato para? Me ç'a I bë? Me ç'a I bë? Të dalin të na thonë. Po harrova emrin e kësaj gazetarës, sigurisht kam e harrova që ka ide. Pasuria e trashëgueshme, toka, prindrit, Ku? Ja të qëndojnë kur, se po të kishte pasuri trashëgueshme do ta kishte bërë me kohë. Ajo këtu në katë parë tek neve kanë ndonjë. Bleu Hyrin që kishte ngjitur me shtëpinë e Tjaçit, pra I bëri të dy hyrjet bashkë këtu në Sallvare. Pastaj se ku gjetën një cop tokë atje dhe bën një shtëpi çfarë bën, nuk e di çfarë bën atje dhe pastaj na dolën me vila në Lales. Na dalin tani me miliona duke studiuar fëmijët në Londër, o zotëri. Avokati Metës tha që s'ka asnjë pasuri ish president, zero. Ta që sharaku, realisht e që sharak. Po mi ma shtu do thotaj, pëse qa pretit thot avokati atija. Mos harro që unë kam thënë që kasa me poshtën në Shqipëri jemi ne avokatët. Bëj përjashtim vetë dhe dal një shqiptar thot zase Islami më ka mashtruar, më ka marrë lekët pa bërë punën, ose më ka tradhtuar me palën tjetër. Dhe dal një. Do me thënë duhet një veting amerikan tek avokatët. Absolutisht po, është urgjent, është imediat, është që nuk pret puna. Që këta të shqyrkjojë të avokat të therasin mëndjes. Të therasin mëndjes. Dhe të bëjnë detyrën e avokatit, se detyrën e avokatit është detyrë e shenjtë. Është ai që mbron dhe lufton për të drejtën. Shtatori e kap Velia e për jashta, apo kemi zgjedhje të reja shtator? Me të vërtetë shpreson nuk dal Velia? Po jo, po, ore u se kuptoj. Ku e bazon të këtë shpresë të Veliet, ose e Velia I vetë, ku e bazon këtë mendim që thotë? Mund mbyllen hetimet, dosja çohet për gjykim, nuk kam mundësi për prishje provash, gjykimi vazhdon gjendje të lirë. Kush të vazhdon gjendje të lirë? Ka vjedhur miliona edhe të vazhdojnë gjendje të lirë, jeni mirë ju. Si do vazhdojnë gjendje të lirë? Po të ishte për të vazhduar gjendje të lirë, burgjet do ishin bosh tani. Po aty mbajnë me një vite me 2 qytetarë shqiptarë, djem të ri, që janë kapur me 5 gram hashash, apo me 2 doza heroine, kokaine, me çaj kapin. Këtë do dalë se është burë mirë, kuj ka bërë vezë dhe kuqe, jo më zotëri jo. Erion Velia është mega hajduti që ka punuar bashkë me Ramën. Janë të tërë bashkë këta, të tërë bashkë kanë vjedhur.